Shkrimtari Imer Merlika, pas disa botimeve, ka sjellë për lexuesit librin më të ri, mjaft interesant, Vdekja është karrierë, një libër ku ndërthuaren 3 linja, historia pas komuniste me dëshmi origjinale të kohës, jeta e autorit si dhe përballimi i sfidave jetësore. Në takimin promovues të organizuar, folën shumë të ftuar, mes të cilëve redaktoria Rezarta Merja nxori në pa në fjalën e saj esencën e këtij libri me vlera për brezët e sotëm si dhe për brezët që do të vinë. Imer Merlika është autori një sër analizash dhe botimesh ndërto 5 libra. Anglishtja gujtë përmbledhëse, shqip-anglisht, libri akademik Formësimi politiko-juridik i Bashkimit Evropian, Bota me Kajlën dhe libri autobiografik Shteti autor krimesh. Së fundi, libri më i ri, Vdekja është karrierë. Në këtë libër, autori sjell që në krye të herës një shpjegim mbi vdekjen dhe jetën, dhe qasje të ndryshme teologjike apo filozofike, për këtë fakt jetësor që nga zanafilla e njeriut, që edhe pse kaq i lashtë, ende është e paqartë plotësisht si lindin për të jetuar e për të vdekur. Autori i librit Imer Merlika falenderoi pjesëmarrësit e shumë që ndodheshin në promovim dhe foli për idetë dhe problematikën e trajtuar në veprën letrare të tij. Miqtë e mi, e sjell këtë shkrim në përmbushje të misionit tim në kujtesë për të mos harruar dhe në vjushmëri të gjurmëve me vlera dhe virtyte të larta. Unë autori i botimit, nuk do të flas dhe as nuk di të flas gjerësisht me gjuhën e teologjisë, për arsye se nuk jam i asaj fushë dhe për më tepër nuk është ky qëllimi i titullit të shkrimit. Në përmbajtje të librit dhe në përshkrim të tij do të hasim në terma metaforik, duke filluar nga vetë titulli i shkrimit. Gjatë shpjetimit të këtij libri, në hyrjet e tij, do të gjeni pak fjalë sipas treguesve në fushën e gjuhës së teologëve. Do të ndodhë që ajo që kemi në këtë botë do të kalojë në duart e një personi tjetër, por ajo që ne jemi do të jetë e jona përgjithmonë. Autori i librit Vdekja është karrierë ka botuar 4 vepra dhe ka projekte të reja letrare për të sjellë për lexuesit.